Paga minimale do të rritet me 10.000 lek në muajin janar të vitit 2026. Prej vitit të ardhshëm, asnjë punonjës në shtet ashtu dhe në privat nuk duhet të kenë pagë më të ulët se 50.000 lek në muaj. Aktualisht në vend, gati 35% e të punësuarve paguan deri në vlerën 50.000 lek në muaj dhe praktikisht e gjithë kjo kategori përfiton. Janë më shumë se 300.000 përfitues të rritjes së pagës minimale dhe që janë të përjashtuar edhe nga tatimi mbi pagat. Për të shmangur rritjen e kostove për sipërmarrjen private, e cila është detyruar që prej 1 janar të vitit të ardhshëm të zbatojë pagën e re minimale, qeveria do të paguajë kontributet për sigurimin shoqëror dhe shëndetësor me një kosto prej 10 milion euro. Pavarësisht kësaj rritje, që është e cila do të jetë e gjashta në drejtimin e socialistëve, ajo nuk do të jetë e fundit. Deri në 2029, qeveria ka premtuar rritje të pagës deri në 70.000 lek në muaj. Kjo rritje e rrogës minimale, gjykojnë ekspertët, bëhet për të amortizuar kostot e inflacionit ndër vite, si dhe për të mbajtur fuqinë punëtore në vend, pasi prej vitesh tashmë vendi vuan për punonjës.